Horoskopi ditor e Mërkur, 5 nëntor 2025. Dashi. Një valë energjie ju shtyn drejt fillimeve të reja. Rreshtimi i Marsit dhe Jupiterit inkurajon veprime të guximshme dhe vendimtare në karrierën tuaj. Përdoreni këtë vrull për të ndjekur ato projekte ambicioze që keni menduar. Natyra juaj e vendosur mund të shkëlqejë në takime, duke quar potencialisht në mundësi mbreslënëse leadershipi. Megjithatë, marrëdhëniet tuaja personale mund të kenë nevojë për një prekje të butë. Merrni kohë për të dëgjuar, pasi keqkuptimet e thjeshta mund të përshkallëzohen. Financiarisht, është e mençur të shmangni blerjet impulsive pavarësisht ofertave joshëse. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj shtesë në aktivitete fizike si ushtrime ose një ecje e shpejtë për të ruajtur ekuilibrin. Përqafoni praktikat e vetëdijes, duke ofruar njohuri dhe qartësi. Yjet e mbrëmjes favorizojnë introspeksionin dhe përpjekjet krijuese. Shkruani, pikturoni ose eksploroni muzikë për të rigjallëruar shpirtin. Mos harroni, këmbëngulja e qëndrueshme përzihet me energjitë qiellore të sotme për të lulëzuar mundësitë. Kapni ato me besim, por qëndroni të vetëdijshëm për ata përreth jush për harmoni. Demi. 5 nëntori sjell një periudhë reflektimi dhe planifikimi strategjik. Me Venusin që ndikon në sektorin tuaj të transformimit, merrni në konsiderat thellimin e lidhjeve tuaja emocionale. Kjo është një ditë e favorshme për të riparuar marrëdhëniet e prishura ose për të forcuar lidhjet. Profesionalisht, durimi është çelësi. Iniciativat entuziaste mund të përballen me vonesa. Qëndroni këmbëngulës, pasi puna e hedhur sot sjell shpërblime në të ardhmen. Çështjet financiare kërkojnë qasje konservatore. Rivlerësoni buxhetet dhe rezistoni ndaj joshjes së shpenzimeve luksoze. Nga ana shëndetësore, nivelet e stresit mund të rriten. Praktikoni teknika qetësuese si yoga për të ruajtur ekuilibrin tuaj. Nga ana e dietës, zgjidhni vaktet e ekuilibruara në vend të kënaqësisë. Kjo mbrëmje favorizon qetësinë shtëpiake. Shijoni kohë të qetë në shtëpi ose me të dashurit. Zhytuni në rrugë krijuese si punimet artizanale ose gatimi për të shfrytëzuar talentin tuaj të lindur artistik. Qielli i natës premton momente introspektive që ofrojnë qartësi, duke ndihmuar në adresimin e dilemave të vjetra. Përqafoni mësimet brenda këtyre reflektimeve, duke hapur rrugën për rritje. Binjakët. Energjitë kozmike të sotme nxjerrin në pah komunikimin dhe lidhjen. Me Merkurin aktiv në tabelën tuaj, kjo ditë favorizon rrjedhimin dhe ndarjen e ideve. Qoftë profesionalisht apo personalisht, mbështetuni në biseda që ju ngacmojnë intelektin. Mundësitë mund të lindin nga burime të papritura, prandaj mbani një mendje të hapur. Perspektivat e karrierës duken premtuese, por kërkojnë shkathësi dhe përshtatshmëri. Financiarisht, këshillohen shpenzime të kujdesshme pavarësisht marrëveshjeve joshëse. Rivlerësoni investimet për stabilitet. Rutinat shëndetësore përfitojnë nga modifikimet. Përfshini shumëllojshmëri në stërvitje për të ruajtur interesin. Emocionalisht, mund të ndiheni të tërhequr në drejtime të ndryshme. Ekuilibri është thelbësor, veçanërisht në ndërveprimet individuale. Mbani perspektivat tuaja, por qëndroni të hapur ndaj pikpamjeve të tjerëve për harmoni. Atmosferat e mbrëmjes mirëpresin relaksimin, ideal për të çlodhur me muzikë ose një libër bindës. Angazhohuni në meditim për të kultivuar paqen dhe qartësinë e brendshme. Besojini instinkteve tuaja. Frymëzimet e sotme hedhin themelet për ide progresive, duke ju udhëhequr drejt suksesit. Gaforria. Më 5 nëntor, shtëpia dhe familja marrin vëmendjen qendrore. Ndikimi i hënës në sektorin tuaj shtëpiak ju nxit të përqendroheni në mirëqenien tuaj emocionale dhe të dashurit. Është një ditë e favorshme për zgjidhjen e çështjeve familjare, përmirësimin e mjedisit shtëpiak ose planifikimin e ndryshimeve afatgjata shtëpiake. Profesionalisht, kushtojini vëmendje detyrave të orientuara drejt detajeve. Ndërsa progresi mund të duket i ngadalt, këmbëngulja siguron kompetencë. Financiarisht, merrni në konsiderat ruajtjen e burimeve. Tani nuk është koha për rreziqe. Përqendrohuni në kursimet dhe strategjitë e buxhetimit. Nga ana shëndetësore, mbështetja imunitare duhet të jetë një përparësi. Përfshini ushqime të pasura me vitamina dhe pushim të mjaftueshëm në regjimin tuaj. Emocionalisht, lundroni në ndërveprime me ndjeshmëri, pasi intuita e rritur udhëzon përgjigjet tuaja. Angazhohuni në aktivitete edukuese në shtëpi, gatimi ose ridekorimi nxit relaksimin dhe arritjen. Marrëdhëniet personale lulëzojnë me komunikim edukues dhe të menduar, duke forcuar lidhjet.
Ndërsa bie mbrëmja, njohuritë intuitive mund të paraqesin zgjidhje për dilemat, duke përforcuar rritjen dhe qëndrueshmërinë. Besojini instinkteve tuaja. Luani. Karizma juaj natyrale amplifikohet sot, duke përfituar nga ndërveprimet personale dhe profesionale. Dielli ndriçon sektorin tuaj të komunikimit, duke inkurajuar shprehjen e guximshme të vetvetes dhe duke frymëzuar të tjerët. Është një ditë e shkëlqyer për të folur në publik, angazhim në mediat sociale ose për të filluar dialogje që zgjerojnë horizontet tuaja. Profesionalisht, përdorni praninë tuaj dinamike për të udhëhequr iniciativa ose për të ndikuar të vendimarrësit. Financiarisht, lindin mundësi për bashkëpunime, por vlerësimi plot është thelbësor para angazhimeve. Shmangni vendimet e nxituara financiare në entuziazmin tuaj. Nga ana shëndetësore, ruajtja e vitalitetit kërkon qëndrueshmëri. Një stërvitje rutinë ose një seancë vallëzimi energjizon shpirtin. Emocionalisht, kjo ditë nxit besimin, por ju kujton të merrni në konsiderat pikpamjet e të tjerëve për të ruajtur harmoninë. Mbledhjet shoqërore sonte mund të nxisin frymëzime krijuese. Prandaj merrni pjesë me zemër të hapur. Lejoni që kreativiteti të lulëzojë në të gjitha përpjekjet, qofshin projekte artistike apo zgjidhje problemesh. Kapni gjallërinë e sotme duke kombinuar pasionin me praktikën, duke ju shtyrë drejt arritjeve të dukshme. Virgjëresha. Sot ju nxit të përqendroheni në harmonizimin e vlerave dhe riorganizimin financiar. Ndikimi i Venusit në sektorin tuaj financiar sugjeron një rishikim të burimeve. Është një ditë ideale për të rivlerësuar buxhetet dhe për të përcaktuar përparësitë e shpenzimeve bazuar në qëllime të afatgjata. Profesionalisht, përqendrohuni në efikasitet dhe detaje. Një qasje metodike siguron rezultate të frytshme. Kolegët mund të kërkojnë njohuritë tuaja analitike, duke quar në rritje bashkëpunuese. Nga ana shëndetësore, kushtojini vëmendje zakoneve dietike, duke theksuar ushqyerjen e ekuilibruar mbi kënaqësinë. Sigurimi i aktivitetit të rregullt fizik, siç janë shëtitjet e shpejta ose yoga, mbështet mirëqenien fizike dhe mendore. Emocionalisht, introspeksioni ndihmon në adresimin e marrëdhënieve personale, duke nxitur mirëkuptimin e ndërsjellë nëse lindin mosmarrveshje të kaluara. Rutinat e kujdesit për veten në mbrëmje rigjallërojnë shpirtin. Merrni në konsiderat një hobi qetësues, si shkrimi ose punimet artizanale për t'u çlodhur. Këto aktivitete premtojnë qartësi, duke zbuluar perspektiva të reja mbi sfidat personale. Stabiliteti i arritur sot formon themelin për përpjekjet e ardhshme dhe aspiratat personale, duke inkurajuar progresin. Peshorja. Ndikimet planetare të sotme theksojnë ekuilibrin dhe partneritetet. Me hënën në shenjën tuaj, emocionet janë të theksuara, duke nxitur reflektime mbi marrëdhëniet personale dhe profesionale. Kërkimi i harmonisë është në plan të parë, ideal për adresimin e mosmarrveshjeve ose forcimin e lidhjeve. Në karrierën tuaj, përpjekjet bashkëpunuese lulëzojnë. Lidheni me kolegët që ndajnë vizionin tuaj. Financiarisht, këshillohet të tregohet kujdes, veçanërisht në lidhje me burimet e përbashkëta ose sipërmarrjet e përbashkëta. Buxhetimi i kujdesshëm ruan stabilitetin. Konsideratat shëndetësore kërkojnë një qasje të ekuilibruar, duke integruar aktivitete fizike që qetësojnë dhe fuqizojnë. Yoga ose meditimi mbështesin ekuilibrin tuaj. Mirëqenia emocionale përfiton nga komunikimi i sinqert. Shprehni mendimet tuaja me mirësi për të ushqyer lidhjet. Angazhimet në mbrëmje vënë në qendër të vëmendjes ndërveprimet shoqërore. Eksploroni përvojat kulturore ose artistike që frymëzojnë dhe lidhin. Njohuritë e fituara gjatë këtyre ndërveprimeve ndriçojnë çështjet e pasgjidhura, duke lehtësuar rritjen. Harmonizimi i ambicies me vlerat personale promovon rezultate të kënaqshme, duke mundësuar përparimin si personal ashtu edhe kolektiv në rrugën e jetës. Akrepi. 5 nëntori është një ditë për vetanalizë dhe transformim, me emocione të thella që dalin në sipërfaqe. Shfrytëzoni energjinë e fuqishme nga dielli në shenjën tuaj për të përballur me të vërtetat personale dhe modelet e së kaluarës. Profesionalisht, përqendrohuni në kërkim dhe planifikim strategjik. Këto detyra i përshtaten aftësive tuaja analitike. Kini kujdes nga përgjigjet intensive që mund të lindin në mjedise bashkëpunuese. Financiarisht, është një kohë e kujdesshme për ristrukturim ose menaxhim të borxhit, duke përgatitur terrenin për stabilitet. Shëndeti juaj mund të përfitojë nga teknikat e reduktimit të stresit. Meditimi ose frymëmarrja e kontrolluar ofron qartësi dhe paqe. Mirëqenia emocionale përqendrohet në thellimin e lidhjeve,
por mos harroni të ruani kufit personal. Planet e mbrëmjes duhet të përfshin relaksim dhe vetanalizë. Mbajtja e ditarit ose muzika e butë ushen shpirtin tuaj krijues dhe ofron njohuri. Besojini fuqisë transformuese të ditës për t'ju përgjigjur thirrjeve të brendshme për ndryshim. Ky reflektim çon në zbulesa, duke hapur rrugën për një evolucion kuptimplot personal dhe profesional duke ecur përpara. Shigjetari. Dinamikat sociale dhe aktivitetet në grup dominojnë peizazhin e sotëm. Radhitja e planeteve në sektorin tuaj të miqësisë energjizon bashkëpunimet dhe angazhimet në komunitet. Ngjarjet e rrjedhëzimit ose projektet në ekip përfitojnë nga kontributet tuaja entuziaste, duke frymëzuar ata përreth jush. Profesionalisht ndiqni idet me guxim, por sqaroni objektivat me të gjithë të përfshirët për të shmangur keqkuptimet. Financiarisht këshillohet një rishikim i burimeve ose investimeve të përbashkëta. Zgjedhjet e informuara rrisin perspektivat e ardhshme. Nga ana shëndetësore, trupi dëshiron lëvizje. Prandaj kënaquni me aktivitete gjallëruese si vrapimi ose sportet në grup për vitalitet. Emocionalisht, mbani një perspektivë të ekuilibruar për të ndërmjetësuar entuziazmin nëse dinamika e grupit sfidon idealet tuaja. Ndërveprimet mbështetëse forcojnë vetbesimin, duke nxitur gëzimin në arritjet kolektive. Mbledhjet e mbrëmjes paraqesin lidhje të reja potenciale. Përqafojini ato hapur por me zgjuarsi. Lejoni kuriozitetin të udhëheqë eksplorimin tuaj të perspektivave të ndryshme, duke rritur rritjen personale. Besojini instinktit tuaj për të lundruar në këtë tapet shoqëror me vetëdije dhe festim, duke krijuar shtigje ngritëse. Britsjapi. Ndikimi kozmik i sotëm thekson ambicjet e karrierës dhe reputacionin. Me Saturnin të pozicionuar në mënyrë të favorshme, përqendrohuni në qëllimet afatgjata dhe strategjitë e disiplinuara të punës. Këmbëngulja juaj shkëlqen në mjediset profesionale, duke e bërë këtë një ditë të mbar për planifikimin e projekteve të rëndësishme. Kolegët mund të kërkojnë nga ju udhëheqje, prandaj përgatituni të frymëzoni dhe fuqizoni ekipin tuaj. Përpjekjet financiare duhet të përqendrohen në investime të strukturuara ose plane kursimi që premtojnë siguri. Nga ana shëndetësore, balanconi angazhimet e punës me aktivitetin fizik për të parandaluar lodhjen. Merrni në konsiderat ushtrime energjike si vrapimi ose ciklizmi. Emocionalisht jepni përparësi kujdesit për veten. Praktikat introspektive të tilla si meditimi ose shkrimi i ditarit ofrojnë qartësi dhe fokus. Orët e mbrëmjes janë të përshtatshme për vetmi ose socializim të qetë me ata që vlerësojnë autenticitetin tuaj. Kushtojini kohë hobive që përmbushin shpirtin tuaj krijues, duke ofruar relaksim dhe depërtim. Përpjekjet e sotme ndërtojnë një themel të qëndrueshëm për të ardhmen, duke përafruar aspiratat me arritjet praktike, duke forcuar rrugën tuaj përpara. Ujori. 5 nëntori nxjerr në pah eksplorimin intelektual dhe sistemet e besimit. Yjet inkurajojnë ndjekjet filozofike dhe sipërmarrjet arsimore. Angazhohuni në aktivitete që zgjerojnë kuptimin tuaj, të tilla si seminare ose leximi i materialeve të ndryshme. Profesionalisht, ndarja e ideve inovative me kolegët siguron mbështetje dhe frymëzon projekte bashkëpunuese. Financiarisht, afrohuni me sipërmarrje spekulative me kujdes. Vendimet e informuara udhëheqin për parim të qëndrueshëm. Nga ana shëndetësore, lidhja mendje-trup lulëzon përmes përvojave të reja. Merrni në konsiderat aktivitete në natyrë që angazhojnë shisat, si ecja në natyrë ose ciklizmi. Emocionalisht, vlerësoni pikpamjet e ndryshme për të nxitur empatinë dhe rritjen. Shoqërisht, rrethojeni veten me ata që stimulojnë kuriozitetin intelektual, duke rritur të mësuarit e ndërsjellë. Planet e mbrëmjes mund të frymëzojnë biseda të thella ose të reflektojnë mbi filozofitë personale. Përqafojini këto momente për njohuri. Angazhohuni në aktivitete që të kalojnë rutinën, duke promovuar perspektiva të reja dhe përpjekje krijuese. Besoni në qartësinë që del nga eksplorimet e sotme për të ndriçuar rrugën tuaj, duke udhëhequr përparimin e vazhdueshëm personal dhe intelektual. Peshqit. 5 nëntori bën thirrje për vetanalizë në burimet dhe marrëdhëniet e përbashkëta. Me Neptunin që thekson thellësinë emocionale, përdoreni këtë ditë për të vlerësuar lidhjet dhe investimet e ndërsjella. Profesionalisht, përqendrohuni në punën në grup dhe përpjekjet bashkëpunuese. Empatia juaj ushqen besimin dhe lidh kolegët. Financiarisht, rivlerësimi i sipërmarrjeve të përbashkëta ose borxheve favorizon planifikimin e përmirësuar. Shmangni angazhimet impulsive financiare. Në vend të kësaj jepni përparësi vendimeve të ekuilibruara.
Nga ana shëndetësore, ushqeni shpirtin përmes praktikave artistike ose të vetëdijshme për të ruajtur paqen e brendshme. Emocionalisht, ruhuni nga thithja e stresit të tjerëve. Vendosni kufi për të ruajtur mirëqenien. Reflektimi i qetë ose shprehje artistike këtë mbrëmje qetëson dhe ofron qartësi në çështjet personale. Nga ana sociale, qëndroni të vëmendshëm ndaj miqve që kanë nevojë për mbështetje, por mos harroni të mbroni energjinë tuaj. Eksploroni rrugë krijuese që përputhen me pasionet tuaja, të tilla si muzika ose piktura, pasi ato ofrojnë ngushëllim dhe depërtim. Besojini intuitës për të udhëhequr veprimet dhe zbulimet sot, duke nxitur një themel ushqyes për stabilitet emocional dhe material. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.